është e rëndësishme të ndiqni këshillat mjekësore për të përmirësuar shëndetin tuaj. Tretja e mirë është çelësi i shëndetit të përgjithshëm. Një sistem tretës efikas ndihmon në absorbimin e lëndëve ushqyese, parandalon inflamacionin dhe mban trupin energjik dhe të ekuilibruar. Një problem shumë i zakonshëm është kapsllëku, i cili mund të shkaktojë dhimbje, fryrje dhe ndikim negativ në humor dhe performancën e përditshme. Ushqimet që konsumojmë luajnë një rol thelbësor në parandalimin e kapsllëkut dhe përmirësimin e tretjes. Kjo udhëzues do t'ju tregojë ushqimet kryesore që përmirësojnë tretjen, ushqimet që parandalojnë kapsllëkun, strategjitë për një sistem tretës të shëndetshëm, këshilla praktike për të integruar këto ushqime në dietën ditore. Kapitulli 1. Ushqime të pasura me fibra. Fibra është thelbësore për funksionimin normal të zorëve. Ajo ndihmon lëvizjen e rregullt të zorëve dhe parandalon kapsllëkun. Fibra ndahet në 2 lloje. Fibra e tretshme formon një lëng të trashë në zorë, e cila ndihmon në kontrollin e sheqerit dhe kolesterolit. Ushqimet kryesore: oatmeal, bukë dhe drithëra të plota, fasule, bizele, mollë, portokalle, lule shtrydhe. Fibra e patretshme shton masë fekale dhe përshpejton lëvizjen e zorëve. Ushqimet kryesore: drithëra të plota, ara, bajame, perime me gjethe jeshile, lakër, spinaq, karrota. Këshilla praktike: filloni ditën me një filxhan oatmeal të pasur me fruta. Shtoni fara chia ose liri në jogurt ose sallat. Kapitulli 2. Ushqime probiotike dhe fermentuar. Probiotikët janë bakteret e mira që mbajnë ekuilibrin e florës intestinale. Një florë intestinale e shëndetshme parandalon kapsllëkun dhe inflamacionin e zorëve. Ushqimet kryesore: kos natyral, kefir, lakër turshi, kimchi, miso, kombucha. Këshilla praktike: konsumoni kos ose kefir çdo ditë për të përmirësuar tretjen. Shtoni një lugë kimchi në vakte për shije dhe përfitime probiotike. Kapitulli 3. Ushqime që rrisin lëngjet dhe hidratimin. Hidratimi është thelbësor për një tretje të shëndetshme. Pa ujë të mjaftueshëm, fibra nuk mund të funksionojë siç duhet, dhe kjo mund të shkaktojë kapsllëk. Ushqimet kryesore: fruta me përmbajtje të lartë uji, shalqi, portokall, mango, ananas. Perime: kastravec, selino, domate, kungull. Supat e lehta dhe smothiet frutash. Këshilla praktike: pini të paktën 1/5-2 litra ujë çdo ditë. Përzieni fruta dhe perime me ujë ose kos për një shije të freskët dhe tretje të lehtë. Kapitulli 4. Ushqime me efekt laksativ natyral. Disa ushqime kanë efekt të butë laksativ që ndihmon për të parandaluar kapsllëkun. Farat e lirit dhe chia, pasi përzihen me ujë, formojnë një gel që ndihmon lëvizjen e zorëve. Fikon dhe kumbullat të thata. Burimi i shkëlqyer i fibrave dhe sorbitolit, një laksativ natyral. Avokado dhe mango përmbajnë fibra dhe yndyra të shëndetshme që lubrifikojnë zorët. Këshilla praktike: konsumoni disa fikon të thata me mëngjes ose si snack. Shtoni 1-2 lugë fara chia në smoothie ose kos. Kapitulli 5. Perimet e pasura me fibra dhe ujë. Perimet janë themeli i një diete që parandalon kapsllëkun, veçanërisht ato me përmbajtje të lartë uji dhe fibra. Lakër jeshile, brokoli, spinaq përmbajnë fibra dhe minerale që stimulojnë zorët. Karrota dhe kungulli, burimi i fibrave dhe vitaminave. Patëllxhan dhe domate ndihmojnë në hidratim dhe pastrim natyral të zorëve. Këshilla praktike: përdorni perime të pjekura ose në sallat për më shumë lëng dhe fibra. Kombinoni ngjyra të ndryshme për një dietë të pasur dhe të ekuilibruar. Ky është fillimi i një udhëzuesi të plotë. Pjesa tjetër mund të mbulojë frutat më të mira për tretje dhe parandalim të kapsllëkut, drithërat dhe bishtajat që nxisin tretjen, ushqimet që duhen shmangur, zakone të mira për tretje, ushqimi, aktiviteti fizik, stresi, receta të thjeshta ditore për tretje të shëndetshme. Frutat dhe drithërat që nxisin tretjen. Kapitulli 6. Frutat më të mira për tretje. Frutat janë një burim i pasur fibrash, vitaminash, mineraleve dhe ujit, të cilat janë thelbësore për një sistem tretës efikas. Disa prej tyre veprojnë edhe si laksativ natyral. 1. Fikon dhe kumbulla të thata. Përmbajnë fibra të tretshme dhe sorbitol, një sheqer natyral që stimulon lëvizjen e zorëve. Këshilla praktike: konsumoni 3-4 fikon të thata ose një grush kumbulla çdo ditë,
veçanërisht në mëngjes ose pasdite. 2. Mollët dhe dardhat. Burimi i fibrave tretshme, pektin dhe ujit. Këshilla praktike. Hani mollë ose dardha me lëkurë për më shumë fibra. 3. Portokallet dhe agrumet e tjera. Përmbajnë vitaminë dhe fibra. Ndihmojnë në hidratim dhe stimulojnë tretjen. 4. Mango dhe avokado. Mango ka fibra dhe ujë, ndërsa avokado përmban fibra dhe yndyra të shëndetshme që lubrifikojnë zorët. Mund t'i përdorni në smoothie, sallata ose si snack të shëndetshëm. Kapitulli 7. Dritherat e plota dhe bishtajat. Dritherat dhe bishtajat janë themeli i një diete që parandalon kapsullëkun. Ata janë të pasur me fibra, proteina dhe karbohidrate komplekse. Dritherat e plota. Shembuj: oriz kaf, thekër, quinoa, grur të shër, elb. Përmirësojnë lëvizjen e zorëve dhe ndihmojnë tretjen e ushqimeve. Këshilla praktike. Zëvendësoni bukën e bardhë me bukë integrale ose konsumoni mëngjes me të shër. Bishtajat. Shembuj: fasule, bizele, linte, thjerza. Përmbajnë fibra, proteinë dhe nisin fermentimin e shëndetshëm në zorë. Këshilla praktike. Përzieni fasule me sallata ose supa për një vakt të plot. Kapitulli 8. Ushqime që duhen shmangur. Për të mbajtur tretjen të shëndetshme, disa ushqime duhet të konsumohen me moderim. Ushqime të përpunuara dhe të yndyrshme. Fast food dhe snacks të sheqerosura. Ushqime që janë të varfra me fibra, si buka e bardhë ose makarona të rafinuara. Këshilla praktike. Zgjidhni gjithmonë versione integrale të ushqimeve të zakonshme. Kombinoni ushqime të pasura me fibra me ujë të mjaftueshëm. Kapitulli 9. Zakone ushqimore që përmirësojnë tretjen. Përveç ushqimeve, mënyra e ngrënies dhe zakonet e përditshme ndikojnë shumë në tretje. Mos e nxitni ushqimin. Hani ngadalë dhe përtypni mirë çdo kafshat. Ushqimi i rregullt. Mbani orare të qëndrueshme për vakte. Hidratimi i vazhdueshëm. Pini ujë para dhe gjatë vakteve. Lëvizja fizike. Shëtitja pas vakteve ndihmon lëvizjen e zorëve. Menaxhimi i stresit. Meditimi, frymarrja e thellë dhe aktiviteti fizik ndihmojnë tretjen. Kapitulli 10. Receta të thjeshta ditore për tretje mëngjesi. Tërshër me mollë, fistik dhe far chia. Kos me kumbulla të thata dhe fara liri. Dreka. Sallat me spinaq, brokoli, fasule dhe avokado. Sup me linte dhe perime të ndryshme. Dark. Peshk i pjekur me kungull dhe domate. Oriz integral me perime të pjekura dhe lakër të freskët. Ushqimet probiotike. Pijet dhe strategjit për tretje të shëndetshme. Kapitulli 11. Ushqimet probiotike dhe fermentuar. Ushqimet probiotike janë të pasura me baktere të mira, që ndihmojnë ekuilibrin e florës intestinale. Një florë intestinale e shëndetshme është çelësi i një tretjeje të mirë dhe parandalimit të kapsullëkut. Ushqimet kryesore. Kos natyral dhe kefir përmbajnë baktere probiotike që përmirësojnë tretjen dhe forcojnë imunitetin. Lakër turshi dhe kimchi. Fermentimi i perimeve shton baktere të shëndetshme dhe vitamina. Miso dhe tempe, burime të shkëlqyera proteinash dhe probiotikësh. Kombucha, pije e fermentuar me baktere, dhe maja që ndihmon tretjen dhe energjinë. Këshilla praktike. Konsumoni një filxhan kos ose kefir çdo ditë. Shtoni një lugë kimchi ose lakër turshi në vakte për shije dhe tretje të shëndetshme. Kapitulli 12. Pijet që ndihmojnë tretjen. Disa lëngje dhe çajra natyral janë shumë të efektshëm për të parandaluar kapsullëkun. 1. Uji i ngrohtë me limon. Aktivizon traktin tretës dhe stimulon lëvizjen e zorëve. 2. Çajrat bimore. Çaji i xhenxhefilit ndihmon tretjen dhe redukton fryrjen. Çaji i mentes liron spazmat e zorëve dhe ndihmon tretjen. Çaji i kamomilit redukton inflamacionin dhe qetëson sistemin tretës. 3. Smoothjet e frutave dhe perimeve përmbajnë fibra dhe ujë, duke lehtësuar lëvizjen e zorëve. Kombinimet e rekomanduara: spinaq, moll, fara chia, mango, kefir, fara liri. Këshilla praktike. Konsumoni një gotë lëng ose çaj të ngrohtë në mëngjes për të nisur tretjen. Evitoni pijet me shumë sheqer, që mund të dëmtojnë florën intestinale. Kapitulli 13. Suplementet natyrale që ndihmojnë tretjen. Përveç ushqimeve, disa suplement natyral mund të ndihmojnë në parandalimin e kapsullëkut. Fara liri dhe chia shtojnë fibër dhe lubrifikojnë zorët. Pektina nga fruta ndihmon tretjen dhe rregullon nivelet e sheqerit. Enzimat tretëse
për individ me tretje të ngadalt ose probleme të caktuara. Probiotikët suplementar përdoren kur nuk ka mundësi për ushqime fermentuar të përditshme. Këshilla praktike: shtoni 1-2 lugë fara liri ose chia në smoothie ose kos. Konsultohuni me mjek për suplement probiotik nëse keni probleme serioze me tretjen. Kapitulli 14. Strategjitë e avancuara për parandalimin e kapsllëkut. Përtej ushqimeve, ekzistojnë strategji të tjera që përmirësojnë tretjen dhe parandalojnë kapsllëkun. Ushqimi në orare të rregullta. Zorët mësohen të funksionojnë më mirë me vakte të përditshme në orare të caktuara. Aktiviteti fizik i rregullt, shëtitjet e shkurtra, yoga dhe aktiviteti i moderuar stimulojnë lëvizjen e zorëve. Menaxhimi i stresit. Stresi kronik ngadalson tretjen dhe mund të shkaktojë kapsëllëk. Përdorimi i fibrave graduale. Rritni konsumin e fibrave ngadalë për të shmangur fryrjen. Masa e duhur e gjumit. Gjumi i mirë përmirëson funksionin e sistemit nervor, duke ndikuar pozitivisht në tretje. Kapitulli 15. Receta ditore për tretje të lehtë dhe parandalim të kapsllëkut mëngjes. Smoothie me spinaq, mango, kefir dhe far chia. Tërshër me fikon të thatë dhe mollë të grirë. Dreka. Sallat me brokoli, avokado, lakër turshi dhe fasule të ziera. Sup me thjerza, karota dhe selino. Snack pas dite. 1 gotë kombucha ose çaj xhenxhefili. Grusht bajame ose fara liri. Dark. Peshk i pjekur me kungull, domate dhe oriz integral. Sallate freskët me perime me gjethe jeshile dhe vaj ulliri. Kjo pjesë përfshin ushqimet probiotike, pijet, suplementet dhe strategjitë më të avancuara, duke bërë udhëzuesin më praktik dhe të dobishëm. Rutina, plan ushqimor dhe përfundim kapitulli 16. Zakone ditore për tretje optimale. Hani ngadalë dhe përtypni mirë. Çdo kafshat duhet të përpunohet mirë nga dhëmbët dhe saliva për të lehtësuar punën e stomakut dhe zorëve. Hidratimi i mjaftueshëm. Pini 1,5-2 litra ujë çdo ditë. Uji ndihmon fibrat të funksionojnë dhe zorët të lëvizin lirshëm. Rregulloni oraret e vakteve. Zorët funksionojnë më mirë kur ka ritëm të rregullt të ushqimit. Aktivitet fizik i moderuar. Shëtitje 20-30 minuta pas vakteve për të stimuluar lëvizjen intestinale. Yoga dhe ushtrime të buta për barkun ndihmojnë tretjen dhe reduktojnë fryrjen. Menaxhimi i stresit. Meditimi, frymarrja e thellë dhe pushimet e shkurtra përmirësojnë funksionin e sistemit tretës. Kapitulli 17. Plan ushqimor 7 ditor për tretje të shëndetshme dita 1. Mëngjes. Tërshër me mollë dhe far chia. Drek. Sallat me brokoli, fasule dhe avokado. Snack. Fikon të thata dhe bajame. Dark. Peshk i pjekur me domate dhe kungull. Dita 2. Mëngjes. Kos me kumbulla të thata dhe fara liri. Drek. Sup me linte, karota dhe selino. Snack. 1 gotë kombucha. Dark. Oriz integral me perime të pjekura dhe sallat jeshile. Dita 3. Mëngjes. Smoothie me spinaq, mango dhe kefir. Drek. Sallat me lakër turshi, fasule dhe avokado. Snack. Grush fara chia ose liri. Dark. Peshk ose pul me perime të pjekura. Dita 4, 7 mund të përsëriten me variacione të frutave dhe perimeve për diversitet. Kapitulli 18. Ushqime problematike dhe alternativat e shëndetshme. Fast food dhe ushqime të përpunuara, zëvendëso me drithra të plota dhe perime të freskëta. Pijet e gazuara dhe sheqerosura, zëvendëso me ujë, çaj bimore ose smoothie natyral. Buka e bardhë dhe makarona të rafinuara, zëvendëso me bukë integrale dhe makarona nga drithra të plota. Kapitulli 19. Përfundim dhe udhëzime praktike. Një tretje e mirë është e lidhur drejt për drejt me zgjedhjet ushqimore dhe zakonet e përditshme, për të parandaluar kapsllëkun dhe për të mbajtur sistemin tretës të shëndetshëm. Konsumoni fibra të mjaftueshme nga fruta, perime, drithëra dhe bishtaja. Përfshini ushqime probiotike dhe fermentuar për ekuilibrin e florës intestinale. Pini ujë dhe çajra bimore për hidratim dhe stimulim të tretjes. Përdorni suplementet natyrale kur është e nevojshme. Mbani zakone të shëndetshme. Vakte të rregullta, aktivitet fizik, menaxhim stresi dhe gjumë të mjaftueshëm. Rezultati. Duke ndjekur këtë udhëzues, sistemi juaj tretës do të funksionojë më mirë. Kapsllëku do të reduktohet dhe do të përmirësohet shëndeti i përgjithshëm.
Ushqimet dhe zakonet e duhura nuk janë vetëm të dobishme për zorët, por gjithashtu për energjinë, humorin dhe mirëqenien tuaj të përgjithshme. Ky është udhëzuesi përfundimtar i plot mbi ushqimet dhe zakonet që përmirësojnë tretjen dhe parandalojnë kapsullëkun. Ai përfshin ushqimet me fibra dhe lëngje, frutat dhe drithërat, ushqimet probiotike dhe fermentuar, pijet dhe smoothie, suplementet natyrale, zakonet të përditshme dhe rutinë, plan ushqimor 7 ditor dhe alternativa të shëndetshme.